Maqedonia e Veriut ndodhet tashmë në fazën përfundimtare mes dy raundeve zgjedhore, me sytë të gjithë opinionit drejtuar datës 2 nëntor, kur ky proces pritet të mbyllet. Tensioni dhe pritshmëria janë të ndjeshme, ndërsa partitë dhe qytetarët matin çdo fjalë, çdo deklaratë dhe çdo lëvizje që mund të ndikojë në rezultatin përfundimtar. Atmosfera politike është e mbushur me kalkulime strategjike dhe retorika të kujdesshme, por gjithashtu me tension të lartë publik. Deklaratat e fundit të kryeministrit Mickoski me nuanca të forta nacionaliste kanë theksuar ndarje ndëretnike dhe kanë rikthyer diskutimin mbi mënyrën se si emocionet etnike shpesh përdoren për përfitime elektorale. Në këtë klim, qytetarë shqiptar dhe komunitetet e tjera i ndjekin me kujdes zhvillimet e ngjarjeve, duke kërkuar garanci për barazi dhe për një qeverisje që i vendos në qendër të vëmendjes nevojat reale të qytetarëve, jo vetëm interesat politike. Raundi i dytë që përfundon me 2 nëntor do të jetë një test i maturisë demokratike në vend, një provë se a mund të mbizotroj racionalitetin mbi retorikën dhe politika e përgjegjshme mbi emocionin dhe polarizimin. Ky moment nuk shënon vetëm mbylljen e një procesi zgjedhor, por edhe një pikë referimi për të ardhmen e stabilitetit dhe bashkëjetesës në Maqedoninë e Veriut. Në fund të gjithë kësaj shtrohet pyetja: a do të jetë raundi i dytë një moment që do ta forcojë bashkëjetesën ndëretnike dhe kulturën demokratike, apo do të thellojë ndarjet dhe polarizimin që po ndihen në këtë fazë të fundit? Mirëmbrëma dhe mirë se vini në Agora. Maqedonia e Veriut pret që të përfundojë tashmë një proces i shoqëruar me goxha tensione, siç janë zgjedhjet lokale të 2025-s. Ne presim edhe raundin e dytë, i cili do të zhvillohet me 2 nëntor, për të parë përfundimisht listën e të parëve të qyteteve që do të ulen në karriget e kryetarëve të komunave. Sot këtë Agora do ta ndaj me një kryetar komune tashmë të konfirmuar. Në fakt, përveç në arritjet e tij personale që do të jetë padyshim një sukses, emri i tij do të shkruajë një histori të veçantë të vlefshme për shqiptarët në Maqedoninë e Veriut, pasi për herë të parë komuna e Çashkës do të ketë në krye një shqiptar dhe ai është Suat Shaqiri. Faleminderit që pranove ftesën tonë në këtë Agora për të diskutuar mbi këtë sukses që është përtej një suksesi personal, duhet ta pranojmë. Faleminderit për ftesën, kënaqësia ime që të marr pjesë në këtë emisionin tuaj. Siç e thash, është historike kjo zgjedhje dhe do doja që ta nisim nga ajo se çfarë mendoni ju se e bëri këtë pikë kthese. Dekada të tëra kjo komunë është udhëhequr nga pala maqedone, për herë të parë një djalë i ri arriti që t'i bindi qytetarët ta votojnë dhe të dalin përtej pikpamjeve nacionaliste, le të themi, dhe t'ju japin drejtimin e komunës. Faleminderit. Pra, Çashka është një komunë karakteristike, me karakteristika shumë të veçanta, është komunë e cila ndodhet në Maqedoninë Qendrore, është multietnike dhe sigurisht nga ajo pjesa që duhej të ndodhë kjo që ndodhi, ishte dëshira, ishte vullneti i të gjithë shqiptarëve, pa mos anashkaluar edhe palën maqedone, të cilët ishin me numër shumë të vogël edhe për skaj thirrjeve tona për një çashkë multietnike dhe për një çashkë pa ndasi dhe për mos patur ndasi ndaj kandidatëve tjerë, të zgjidhet me i miri. Sigurisht, ajo që e karakterizoi më së tepërmi këtë fitore është Mergata, e cila i dha vullën kësaj historie. Fushata juaj për hir të vërtetës është konsideruar një fushatë e qetë, një fushatë shumë qytetare, le të themi ndër fushatat e kandidatëve më qytetarë që është zhvilluar në këto zgjedhje lokale. Gjatë atyre takimeve që ju keni pasur me banorët, cilat keni vënë re se kanë qenë gjëra që u kanë munguar nga qeverisjet lokale të më përparshme, që ju i detektuat si problematika apo si çështje që ju dhanë edhe përparësi? Nga dita të cilën vendosëm të jemi në fushat apo në terren, unë me ekipin tim, të cilët i falenderoj shumë, ato që ishin bas këtij procesi, shokët mi, kolegë dhe shumë të tjerë bashkëtarë, bashkëqytetarë, vendosëm që të ecim shtëpi në shtëpi, derë në derë. Dhe ashtu e kishim edhe atë sloganin ton rreth bashkëqytetarëve ton, veçantitë e palës maqedone. Është për keqardhje ta them këtë, jo për arsye të pushtetit qendror, por sidomos të atij të pushtetit lokal, në të cilën sigurisht secili nga ne dim ato kompetencat, të cilat ushtron komuna apo ato organe,
populli i Asajane, po qytetarit e Asajane fatkeqësisht ishin me shumë mungesa të gjërave elementare për jetesë. Duke u nisur në të gjitha vendbanimet, sidomos të palës Maqedone, me thekë të veçantë, sepse ato gjatë gjithë kësaj periudhe, 30 vjeçare, po 3 dekadave, kanë fshehur të vërtetën mbi bazën e çështjeve infrastrukturore në pushtetin qendror. Do të thonë që vendbanimi Maqedon të udhëhiqet 30 vjet nga një Maqedon dhe të leje pas qytetarët pa ujë të pishëm, pa shërbime të transportit publik, pa asnjë vizitë të vogël mjekësore, kjo është nuk e bën askënd një Maqedon më të mirë apo një shqiptar më të mirë. Prandaj slogani jonë që shkup derë në derë, sidomos me thekë veçantë tek pala qytetare maqedone, ishte dëshmia që hajdeni ta bëjmë komunën të gjithë bashkë, me personin e duhur, me kuadër cilësor, sepse e kishim edhe shembullin më konkret që Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk humben asgjë, që zgjodhen një person me ngjyrë dhe që adresohen në çdo derë nuk jam fajtor, që unë jam shqiptar, por para juve jam me ofertën zgjedhore, me gjërat të cilet ju premtohen se do të realizohen. Prandaj për hitës së vërtetës, derisa ishte një ditë para heshtjes zgjedhore, të gjithë bashkëtarët maqedon na pritën me ngrohtësi, me mirësi, nuk kishte derë që na refuzohu. Dëgjoi platformën tonë, prezentimin e platformës të kandidatit dhe gjithçka tjetër, por në fund të ditës arritëm të marrim 40 vota të qytetarëve që janë shumë të çmueshme për mua si kryetar komune, për arsye se ajo është drita në fund të tunelit që jep shpresë se Çashka mund të ekzistojë si një komunë që do të jetë shembull i frymës së funksionimit multietnik. Me që i përmendët votat, mendoni se fitoria juaj erdhi ekskluzivisht nga mobilizimi i votës etnikisht shqiptare, apo edhe nga është një sinjal i parë i një mendësie që diversiteti nuk e sheh si pengesë, po e sheh si vlerë në fund ditës? Sepse ju e përmendët, domethënë të gjitha këto lënje anash të një komune me drejtim ekskluziv Maqedon, kur ne dim që edhe pushtetin qendror kush e ka udhëhequr, është bën pak kontrast se si ka mundësi që është lënë kaq. Kanë mashtruar popullin e vet. Këtë thonë me përgjegjësi morale, kanë mashtruar, ju a kanë mbyllur sy dhe kanë shkuar aq thellë sa që ju a kanë shpërla mendjen që boni që të bëhet, vetëm shqiptar mos lejohet të vijë në pushtet. Pak e rëndësishme kjo. Demokracia fiton, më i miri fiton, po desha të kthehem dhe të potencoj tek pjesa se si arriti mobilizimi, ishte etnik apo jo. Shife, unë si kandidat mbaj të përgjegjësi edhe para qytetarëve, mbaj dhe sot. Unë ati populli dhe atyre qytetarëve Maqedon, shqiptar, po kemi edhe etnitetin turk. Unë u ofrova edhe fushatën, në dëgju, edhe platformën zgjedhore, në dëgju, edhe prezantimet e mia, në dëgju. Fatkeqësisht, pala tjetër apo dy kundërkandidatët e mi nuk kishin as platformën e gjuhës shqipe, as një paraqitje mediatike në gjuhën shqipe dhe as gjë tjetër. Tash kujt i mbetet ndasia etnike apo faqe nëse etiketojmë se ka ndasi etnike. Kjo nuk ndodhi. Unë isha kandidat në gjithë terrenin, në gjitha vendbanimet, ashtu siç ishte qytetari, në atë gjuhë drejtohesha. Ashtu siç ishte votuesi, në atë mënyrë merrte edhe platformën e fushatës zgjedhore apo ofertën zgjedhore. Prandaj mobilizimi ishte nga ngritja e vetdijes, në veçanti me tekstit veçantë shqiptarëve, për dy arsye. Arsye e parë se tash është keq të flasësh në veten e parë, po unë isha kandidat i cili ballafaqohesha me dy kundër kandidatë të cilët ishin të parësimuar në radhë parë. Njëri ishte me një shkollë të mesme, tjetri nuk e disha ka mbaruar. Dhe tash nëse vim si rezultati i aspekteve të nivelit të arsimit, sigurisht ndoshta dhe jo rastisht është komuna, ashtu siç është në atë derezhe, ta them, apo në atë hall. Po dhe kjo është pak e rëndësishme. Është aspekti i vetëdijësimit të qytetarëve, në veçanti ftesa që unë gjithë jetën jam vull e historisë, pjesa e Mërgatës, shqiptarët e atij vendi të cilët jetojnë në shtetet e ndryshme të Europës, arritën të kuptojnë dhe të vetëdijësohen për arsye se nuk mund të jetojë një person me dy jeta të ndryshme.
të jetoje, supozojmë, në Zvicër me të gjitha ato standardet infrastrukturore jetësore, dhe kur kthehet i njëjti person në vend lindje, haset me çështjen e mospasjes ujit, kanalizimit, të rrugës e kujt diçka. Kjo ishte çështja e ngritjes së vetëdijësimit, thirrjes tonë, insistimit tonë se ne mund të jemi më mirë se të tjerit, dhe kështu që ato përqafuan apelin tonë, përqafuan programin tonë, dhe ja dolem bashkë me mërgjimtarët dhe me gjithë shqiptarët dhe qytetarët tjerë. Duke u referuar tek këto që ju po thoni, dhe duke patur parasysh që ju i takoni një brezi të ri politikanësh në Maqedoninë e Veriut, mendoni se është pak e rrezikshme kur partitë politike i shohin disa lokacione si të sigurta, dhe më duket sikur bash ato lokacione që shihen si më të sigurta investohet më pak. Më duket sikur e njëjta gjë pas ka ndodhur dhe në Çashk. Ndoshta Pala Maqedone ka konsideruar të veten, madje edhe kandidatët kur i kanë nxjerrur të një kualiteti arsimor që lë për dëshiruar. Beso që pa është e rrezikshme kjo. Beso që do e kisha mbështet këtë ide apo këtë pyetje, këtë hipotezën tënde, tjotën cilën e thuti, për arsye se për rehabi, më thonë, ti shofish ato kandidat ngarë me ty, nga CV-ja e tyre, biografia e tyre, dhe ti fillon të meditosh dhe thuash vallë ku shkojmë ne, apo ku kemi qenë dje. Dhe jemi rezultati asaj. Po ajo që ato ndoshta i ka bërë të sigurt, u dëshmua që nuk është ashtu, sepse njerëzit dhe qytetarët... A duhet marrin mësim edhe partitë shqiptare? Më thonë, unë jam i që mos konsiderojnë asnjë komunë se e kemi në xhep. Jam i thtar, jo që flas nga biografia apo CV-ja ime personale, jam i thtar i asaj që ne, si veçanti, sepse jam fanatik këtë drejtim si shqiptar, duhet të rrisim cilësinë dhe kualitetin e individit i cili do të jetë bartës i një procesi. Unë do të jem zeri i kundër asaj të cilët vetëm se si figurë, nga aspekti fizik, apo nga aspekti financiar, apo nga aspekti familjar. Jo. Nëse dëshirojmë të zhvillohemi institucionalisht, politikisht dhe si shoqëri, duhet t'u jepet përparësi personave të cilët kanë në mendjen e tyre aftësitë dhe nivelin e shkollimit për të udhëhequr me një institucion caktuar. Po, flisni të pak më përpara për mënyrën se si ju e keni prezantuar platformën tuaj derë në derë. Nëse do ndaleshim në 3 elemente kyçe që ju vlerësoni se këto elemente, 3 elemente kyçe do të jenë më të rëndësishmet, cilët do të mirëndisje si prioritet në qeverisjen tuaj 4 vjeçare si kryetar komune? Mund të ketë shumë, po 3 që janë pak më esenciale. Sigurisht, e kam thënë dhe do e them tash, gjithçka që ishte në shkruar në platformën time zgjedhore, është shumë e lehtë sot të ulesh para kompjuterit dhe të shkruash gjithçka që nuk mundet. Ose ajo që e josh qytetarin. Unë për hir të së vërtetës krijova një platformë zgjedhore e cila u krijua, u formua dhe u miratua pikrisht nga tereni. Unë me ekipin tim shkuam, mos them të gjitha vendbanimet, po të 90% të vendbanimeve shkuam në mënyrën praktike, konkluduam se me çka ballafaqohemi. Dhe vendbanimet, vendbanimet maqedonase, me popullat maqedonase, i hazem pa ujë të pishëm, sot e 30 vjet, flasim nga pluralizmi, sot e 35 vjet, i hazem pa kanalizime, i hazem pa shërbime të transportit publik, dhe pa ujë të pishëm, dhe pa vizita mjekësore dhe pa mjek, që unë në çdo shtëpi ku unë prezantoja këto, që u thosha, e shihni se në çfarë situate kemi ardhur. Ti të i kalojmë dasit, s'jam fajtor që jam shqiptar. Më takon hisja ime që të garoj dhe të marrim duar tona komunën, por që ju nuk do t'jeni të anashkaluar, hajdeni bashkë me ju. Të bëjmë që të hymë bashkëpunimit për të kemi minimum vizita mjekësore, e jo t'u prezentoj unë aty shtëpi, kulture, kujt di se si ishin programet e kulturës. Në ndërkohë që mungonin gjërat bazike. Absolutisht. Dhe turpshme të diskutohen në 2025. Dhe kjo do t'jetë sfidë për mua. Unë do t'jemi hapur për të gjitha institucionet. Nuk do të fsheh asgjë nga e vërteta që me të cilën ballafaqohet populli dhe qytetarët e komunës së Çashkës, do të sfidoj qeverinë dhe të gjitha institucionet kompetente rreth 4 problematikave kryesore. Uji i pishëm në çdo vendbanim, ne jo më shumë, të paktën bashkëpunim me Ministrinë e Shëndetësisë, që qytetarët dhe bashkëqytetarët tonë maqedonas në vendbanime
po të kenë një vizitë mjekësore në javë apo 2 vizita në javë, nëse jo, sepse unë isha shumë i çiltë, shumë i sinqert. Unë mjek nuk mund t'ju punsoj. Por ama, bashkë do t'i përveshëm duart, do të kërkojmë bashkëpunim nderinstitucional, që jo më pak se një mjek të ketë vizitë, internist, kardiolog, ginekolog, pediatër e ku e di se çka, sepse janë të lanet në fatin dhe mëshirën e Zotit. Në qiell të hapur. I përmendët institucionet pushtetin qendror, si mendon se do arrish ta te i kalosh këtë lloj izolimi? Pra, si do arrish ti t'i krijosh këto komunikime, këto ura bashkëpunimi me institucionet qendrore, përderisa kanë qenë kaq të izoluar në 35 vite? Unë nuk do ta kisha fajsuar pushtetin qendror as të kaluarin as të tashmin, sepse fajsoj kandidatet, kryetarët e dikurshëm. Kam bindjen e thellë se ato nuk e kanë patur vullnetin e bashkëpunimit interinstitucional. Nuk kanë paraqitur fotografinë reale të komunës së Çashkës. Por unë jam optimist, jam këmbgulës. Unë kam dalur para atij elektorati që do të jem zëri i tyre. Dhe unë do të jem pa dorza dhe do të jem i palodhur duke kërkuar të gjitha llojet e bashkëpunimeve dhe shërbimeve institucionale në suazat e ligjit, në suazat e Kushtetutës së Republikës së Severiut dhe në suazat e kompetencave të mia si kryetar komune dhe si institucion i komunës së Çashkës. Keni qenë një personazh jo pak i sulmuar në fakt, pikërisht për faktin se keni qenë shqiptar dhe për faktin që siç e përmenda edhe në fillim të kësaj interviste, keni proklamuar një mënyrë të ndryshme të të bërit të fushat. Duke përfshirë gjithçka edhe që thatë, si mendoni që do të arrini ta te i kaloni këtë, le të themi, rezervë me të cilën Pala Maqedone mund t'ju shikoj akoma? Do të thënë, si do ja u fitoni zemrën, me që u afituat votën, si do ja u fitoni zemrën që edhe ata të ndjen pjesë e kësaj bashkëjetese dhe bashkëqeverisje lokale. Unë që në natën e parë të shpalljes së fitores, edhe pse isha në vendbanim 100% shqiptar, Palës Maqedone u drejtova falënderimet në gjuhën e tyre maqedone. Me mua kryetar komune, Pala Maqedone nuk do të hupe përpos se do të fitoje. E para. E dyta, do të jem derë hapur dhe nuk do të bëj asnjë ndasi nga ajo cilësia kanë votuar apo nuk kanë votuar. Të gjithë qytetarët që në ditën që janë mbyllë zgjedhjet, janë të gjithë të barabartë, janë të gjithë votues dhe janë të gjithë qytetarët e mi. Do thonë, nuk do të ketë dallime etnike, nuk do të ketë dallime fetare, kështu që po dhe të themi kështu, si popullat, si qytetar, nuk janë edhe ashtu si shfaqet mediatikisht. Si janë? Ne jemi rritë aty si një... Si shfaqen dhe si janë në të vërtetë? Po ja paraprakisht tregova që në çdo derë që trokitem ato ne hapen derën, na ndëgjuan, na priten, na ofruan edhe ushqime dhe pije dhe gjithçka tjetër, në mënyrën më të kulturuar. Por ajo që shfaqet në media janë persona, janë individ që mbulohen në mpetkun e politikës, në mpetkun e partive të ndryshme politike, dhe unë do ta shpreh një rast i cili më motivoi dhe më shumë, më bën më të fortë më shumë. Tha në rrjetet sociale deputet, nuk e di çfarë se s'jam marrur me këto ç'a flasin këto, unë isha i pjesë e qellimit caktuar dhe ma tregon një mik im, thot, një orë para mbylljes së fushatës, thot, more filan deputeti Igor Zdravovski, se thash nuk e di se smerrem është, thot në status Çashka është Maqedone e Maqedonisë dhe si e tillë do të mbetet. Po pikërisht ai e hupi Çashkën dhe ma solli mu fitoren. Sepse unë si kandidat për kryetar komune, unë nuk dola me kollaret e me kostumet të votoj në ora 8 gjysmë mëngjesit dhe të hapim procesin saqë demokratik. Po votova në 6:50 mbas ditës, sepse thash e jona o Çashka, jo e atyre. Po ai le të merret me rrjetet sociale, le të mbjell urrëtie, ne të bëjmë punën dhe jo dolin fund. A e ndjen përgjegjësinë e kësaj që ka ndodhur? Jo vetëm si një kryetar komune, po si një mesazh që shkon përtej një kryetari komune, që çon mesazhe të forta tek politika dhe politikanët e këtij lloji dhe shumë të tillë, të cilët mundohen që për të ruajtur statusin, trupin votues, autoritetin etj, në fund të çdo fushate i mshojnë më shumë të kësaj anës nacionaliste, duke betonizuar kjo është e jona, nuk e japim, që në fund të ditës
ju jeni një qytetar i atij vendbanimi, ju jetoni aty, nëse ju e shtroni një rrugë, nuk është se te ajo rruga do vihet tabel, kalojnë vetëm shqiptarët. Absolutisht. Mirat publike janë për gjithë qytetarët. Pikërisht, nëse sillni ujë të pishëm, nuk do vini me emra çesmat që do shkoj vetëm tek çesmat e shqiptarëve. A e ndjeni peshën e asaj që po përfaqësoni në këtë moment? Realisht unë jam prapë përsi dhe po të kështu, jam idhtar i modalitetit të bashkëqeverisjes multietnike. Do t'jem shembull, këtë ua garantoj, mbajeni mend. Do t'jem thash zeri i atyre gjithëve dhe të gjitha të mirat publike, të cilat do të krahasohen, do të zbatohen, do të prezantohen, do të krijohen nga komuna, do të realizohen, domethënë do të jenë shfrytzues të gjithë qytetarët, pa dallim feje apo kombi. Nuk dyshojnë vetin time, unë jam këmbgulës, jam optimist, sepse maqedonasit do ta kuptojnë vetë se çka kanë humbur për 30 vitet e kaluara. Me që jemi te kjo pikë, ju jeni shembulli i mirë, edhe një mesazh i fortë që u dha në këto zgjedhje lokale. Po, sa u gëzuam që në këtë vend po jepen sinjalet e para që mund të tejkalohen, ose ajo që unë e thash pak më përpara që diversitetin të ndryshme ta shohim si vlerë dhe jo si pengesë, sa ju gëzuam fitores tuaj. Zoti Ramadani në një tjetër komunë është duke u përballur me një sfidë goxha të fortë. Kjo na i fiku pak shpresat që na u ngjallën me ju, sepse duket që tezat nacionaliste kur vjen puna tek vota aktivizohen, le të themi dhe që kanë efekt edhe te kampi shqiptar. Nacionalizmi maqedon, që erdhi nëpërmjet deklaratës së kryeministrit, por që u duk se reflektoi dhe pati efekt edhe te pala jon. Situata e them kështu miku tim, kolegu të arshëm tim, kryetari të arshëm të Bervenicës është e ndjej nga pozicioni jo i të qenurit kryetar, po nga pozicioni kur dikur unë isha kandidat, kisha fatin që t'jem kandidat i Aleancës Kombëtare për Integrim, në kuadër të Bashkimit Demokratik për Integrim, dhe i përzgjedhur i liderit ton Ali Ahmeti, dhe nuk e kisha fatin të lishohem komplet nga duart e tyre, vetëm se dikush dëshiron ta ketë shashken. A u lëshua zoti Ramadani? Vlerësoj që po. Nuk mund të garantoj nga gjithë eksponentet politik them të vleni, sepse unë Hashim Ramadani nuk e shoh vlen, nuk e shoh si vlen. E shihni si shqiptar. Hashim Ramadani e shoh si mik, si vëlla, edhe si shqiptar i cili meriton të jetë në krye të detyrës, por për ta inkurajuar, Hashim Ramadani nuk është vetëm, e njoh mirë terrenin e Bervenicës, kam miq të mi, kam shok të mi, kam koleg të mi, kam dhe shumë qytetarë që njoh vetëm si fizik. Hashim Ramadani ka një ushtri të madhe, të them të votës, dhe nga ajo të cilën e din më së miri ato, Hashim Ramadani shkruani do të jetë kryetari i arshëm i Bervenicës në ora 7:00. Në dy pika duhet të ndalem. Sa na dëmtojnë ne kur e lëshojmë njëri tjetrin për arsye të caktuara, dhe sa e dëmtojnë një shtet akoma dhe sot e kësaj dite këto deklaratat nacionaliste që i fryn një ndasie që në 30 vite Maqedonia tenton që ta zbusë, në mos ta heqë fare, po të paktën ta zbusë këtë ndasi. Qofse flasim për deklarata nacionaliste, i inkurajoj qytetarët si mos politikë bërësit Maqedon. Le të vazhdojnë. Nuk mendon se mund të ketë Jo. kundër efekt? Jo. Le të vazhdojnë ato. Kanë humbur popullin ato. Le të dalin pjesën lindore të Maqedonisë. Prandaj thash unë, komunën Shashkës, me koklartë kam kryer fushatën time. Sepse për gjithë ato që i përmenda pak më parë, ju thosha, a mund të jetë një Maqedoni mirë këtë rast? Që ju sot si keni këto. Ose cili mund të thirret një shqiptar i mirë që ose nuk i ka bë këto. Prandaj, çështja nacionaliste tek unë si individ, po edhe tek shqiptarët uroj të mos të ekzistojë, për arsye se është çështja më e rëndë e cila jo që ndalon, forcon. Po mbi gjitha unë vi nga një komunë e cila u shqeu nacionalizmin. Unë vi nga një komunë ku i është mohuar shqiptarit gjuha shqipe.
i është mohuar mësimin e gjuhës shqipe, i është mohuar e drejta e paraleles gjuhës shqipe. Kjo ishin ato të cilat mu më kanë bërë dhe më të fort që ti heci procesit që t'jenë fati i shqiptarve dhe i maqedonëve në duart mia për ta dëshmuar se ato nuk do të trajtohen siç na kanë trajtuar. Po dhe thirrja në këtë rast, me rastin e Bervenicës. Hashim Ramadani do dalë vetëm më i fortë, sepse qytetarët e Bervenicës e dinë më së miri se çdo të thotë shqiptari i biri shqiptarit. Duke u mbështetur tek gjithë kjo, mendoni se politika në Maqedoninë e Veriut është e gatshme për te i kalim dasish dhe krijim të platformave politike që i te i kalojnë nacionalitetet? Unë jam shumë optimist. Nisur dhe nga shembulli. Unë jam shumë optimist. Unë e kam filluar me optimizëm dhe do vijë dita kur do të dëshmohet se mundet, po të kalojnë disa. Në fakt edhe në bazë të disa analizave, gjë që realisht ju ma konfirmuat me përgjigjet tuaja, shumë analiza politike bërë edhe te kampi Maqedonas kanë vlerësuar se fitoria juaj ishte në një farë forme një revolt e heshtur e votuesit Maqedonas. Është ajo që ju edhe ma konfirmuat. Mund të përbëj Çashka një model që ndoshta mund të ndiqet në zgjedhjet e tjera dhe nga komunat e tjera? Mund të kemi të tjerë shqiptarë që do ulen në karriget e kryetarëve të komunave edhe në komunat të tjera që ndoshta njësoj si në rastin tuaj nuk është perceptuar që mund të jetë një shqiptar. Çashka do të jetë hapja e derës për të dëshmuar se shqiptarët mund të udhëheqin, do të presim Krushevën, Butelin dhe disa komuna tjera që janë në rritje të numrit të shqiptarëve. Dhe do jetë dëshmi e mirë Çashka se në të ardhmen do të jemi shembulli që mos të kemi ndasi në kandidat. Dhe në fund të kësaj interviste së bashku, cila premtoni që do të jetë trashëgimia që ju do i lini Çashkës edhe si një model drejtuesi, nëse flasim në kontekstin e nacionalitetit, po edhe si një kryetar komune? Cila mendoni ju që do të jetë trashëgimia juaj më e fortë që pasardhësi juaj kur të vit thot paraardhësim ka bërë këtë gjë? Sigurisht, ose këto gjëra. Akoma nuk jam ulur edhe zyrtarisht pasi që këto dita do të certifikohemi me mandat, por një gjë e di dhe garantoj. Trashëgimia më e madhe e komunës së Çashkës do të jetë bashkëjetesa mes qytetarëve, qytetarët me ujë të pishëm, me shërbime transportit publik dhe me të gjitha mundësitë brenda kompetencave të asaj komune, do të jem servis i qytetarëve deri në frymën e fundit sa të jem unë aty. Unë ju falenderoj shumë për këtë intervistë. Ju uroj shumë suksese dhe uroj që të jemi dëshmitar të realizimit të gjitha gjërave që ju keni premtuar për të dhënë një shembull të mirë edhe tek pala tjetër. Faleminderit.